Të dashur shikues, të nderuar miq të radio televizionit Pendimi, jemi rikthyer në pjesën e dytë të transmetimit të emisionit Drita e së Vërtetës. Jemi së bashku me Hoxhën Fadil Musliu dhe në këtë pjesë të dytë i hapim edhe linjat telefonike për ju dhe po ashtu rubrikat e dërgimit të mesazhit me shkrim. Komunikimi juaj është i mundur në +383 45 471 848 nëpërmes Viber me anë të thirrjeve të drejt për drejta telefonike, të cilat mund të inkuadrohen të direkt me pyetjet e drejtuara për Hoxhën Fadil Musliu. Njëkohësisht edhe tek rubrika dërgo mesazh mund të shkruani me anë të tekstit mesazhet tuaja. Do të përpiqemi t'i lexojmë me pyetjet të cilat ju i drejtoni, po ashtu edhe në Viber mund të na shkruani në po të njëjtin numër. Mirë, me sa duket kemi telefonat, po e marrim me njëherë nëse është në linjë. Jo. Mirë, po nisim me pyetje me shkrim. Një dëgjuese, një motë na shkruan, thotë selam aleikum për juve dhe Hoxhën, deshta thotë me pyetje, kam dëgjuar thotë burrin që gjatë muajit të Ramazanit thotë është lut kundër meje. Thotë a kam unë të drejtë thotë që ti mos i bëj bukën atij. Thotë është një njerëz thotë që i jep fetva të tjerëve për Islam, ndërsa sjelljet në familje nuk i ka të mira. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket obligimeve që i ka gruaja ndaj burrit, ato janë të prera, të definuara, një prej tyre është që t'i bindet burrit të saj. Në çdo gjë, përveç se në gjënahën nuk lejohet t'i bindet. Kështu që nëse burri është lut kundër gruas, dhe gruaja si ka bazë gjë të keqe, mos shqetësohet se s'ka me ndodh asgjë e keqe. Nëse gruaja nuk i ka hin hak burrit, dhe ai është lut kundër gruas, e që kjo është lutje e njerëzve të papjekur, njerëzve të pamençur, lut kundër anëtarëve të familjes, sidomos kur s'kan bërë kur gjë hiç. Kjo është pa koment, po në këtë rast gruaja nuk do të mos shqetësohet shumë, absolutisht. Pse nëse si ka bërë keq, si ka hin hak, nuk do të mos shqetësohet. Çka do të më bëj? Do të më ja bë bukën, do të më kujdes për pastërtinë e shtëpisë, më kujdes për rrobat e burrit, më kujdes për burrin, më kujdes për fëmijët. Zaten kjo është ndoshta edhe prej punëve më fisnike që mund t'i bën gruaja në shtëpinë e burrit të saj apo në shtëpinë e saj. Mirë, po vazhdojmë me një pyetje tjetër që na është drejtuar në studio. Është një pyetje gjatë, Hoxh, por po përpiqem që ta marr thelbin e pyetjes që është drejtuar nga një dëgjuese. Na tregon për problemet e saj shëndetësore që ka, domethënë edhe thotë është prekur nga seri, por edhe ka probleme të tjera shëndetësore. Edhe thot familjarët e burrit, sidomos vjehria, thot nuk më kanë besu një periudhë kohore se ka pas burrin në Kosovë, por jashtë, e kur është kthyer prap kanë tentuar që edhe ndaj tij me bë të njëjtën gjë, domethënë duke shti për ta, duke thënë se kjo është gashtirë ose ka bëhet kënsa është e smurë e tjera. Edhe thot mandej na larguan prej shtëpisë, thot se edhe burri nuk ju besoi atyne. Tash thot në këtë periudhë kohore që jemi largu prej shtëpisë, thot ata po dojnë me ardhë tek ta në vizitë, vjehria, domethënë familjarët e burrit, po dojnë me ardhë në vizitë, ndërsa kjo a ka të drejtë mos mi pranua, po qysh me vepru në këtë rast, sepse po ndihet keq edhe që s'po i pranon në familje prindrit e burrit të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket raporta apo lidhjeve të fëmijëve me prindrit dhe të fëmijëve me prindrit, ato janë të qarta, të definuara, nuk ka kush që mundet me ndalë ato, aq më tepër gruaja, sepse gruaja nuk është aty për me mësu burrin qysh me usill me prindrit e vet apo me shkput raportet, po ajo nëse mundet e këshillon burrin që të marrë raporte me prindrit e vet. Prindrit çfarë do të qofshin ata? Ka prind të padijshëm, nuk besoj që është mirë me thonë ka prind të këqij, nuk isha thonë, po ka prind padijshëm, ka prind që nuk i shohin gjërat larg. Ata janë të pakët, po në këtë rast nëse ata prindrit kanë bërë diçka keqe, po nuk i kanë pa gjanat mirë dhe nuk i kanë lëndit gjanat ashtu siç duhet, prapë djali do të më marrë lidhet me ta.
Edhe nuk shtrohet pyetja a lejohet ata me orë, po pse kush jeti me i ndal? Kush jeti me i ndal ata? S'mash me i ndal prind e burrit. Ato Zoti e ka bërë lidhjen kryesore, çka mes prindëve edhe fëmijëve. Ata janë xheneti i burrit. Ti apo don burrit tani ja hu xhenetin me çun xhenem burrin. Po ata kanë bërë kështu, po çka ka lidhje se kanë bërë? Djalit vetë ja kanë bërë. Ti moj raportet mirë me burrin tën. Kujdesu për burrin tën, mos i prish raportet me burrin, le të flasin njerëzit sa don, s'ka kush ndan ty. Nëse ju duan edhe me vetë, nëse ju keni besim ndaj njëri tjetrit, atëherë ju vazhdoni jetën, ata vinë te djali vet sa herë dojnë. Me përjashtim kur djali nuk është në shtëpi apo kur është në udhtim apo në raste të veçanta. Përndryshe, ata asnjëherë derën nuk e kanë të mbyllur te djali i tyre. Mirë, një pyetje që ka ardhur po ashtu me shkrim, thot për interesin material. A është thot në Islam interesi material, thot a është në Islam, edhe ka bo si pyetje në të cilën ka thonë në momentin që ti s'ke para ose je financiarisht dobët, nuk të vlerësojnë edhe vlerësojnë ata që kanë. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket kësaj pyetje, a duhet me i dash apo me respektu njerëzit, apo me vlerësu njerëzit në bazë të interesit material, përgjigjja është kjo nuk është një kriter apo standard asnjëherë që me u vlerësu njerëzit në bazë të mirave materiale që i kanë. Nëse ata kanë, janë të pasur, me i dashte, me i nderue, me i respektue, me i vizitue, me i thirrë ku ta dione. Në të kundërtën çka me i injorua. Kjo është interes i njerëzve materialist. Ne kena një interes tjetër, interesin për Allah. Ne duam njërin kush do qoftë ai, i pasur apo i varfër, me pozitë apo po pozitë, me autoritet apo po autoritet, me pasuri apo po pasuri, me bukuri apo pa bukuri, me familje të njohur apo të pa njohur, ftyrë publike apo ftyrë fshet, na e duam për hatër të Zotit. Dhe kënë e duam çka e bojmë për Allah. Dhe nëse urrejmë dikon, e urrejmë për hir të Allahut. Kur e urrejmë? Kur ai të kalon kufit, kur ai manifeston apo kur ai promovon antivlera, kur ai promovon haramet. Kështu që është e përhap shumë, se kjo është e përhap në më shumë të vendet perëndimore, sidomos në Evropë, në shumë shtete, shëse çdo raport që ka njëri me tjetrin lidhet më shumë në bazat të interesit material. Të ne është interesi fetar. El hubbu lillah, el bughdu lillah. Është parim. Çka? Dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. Kështu që nuk lejohet me i mbajt lidhjet me njerëzit për shkak të interesave materiale. Absolutisht. Dhe këta njerëz që mbajnë lidhjet me të tjerët për hir të interesave materiale, këtyne nuk jo zgjat shumë. Lidhja zgjat derisa është interesi. Në momentin që përfundon interesi material, përfundojnë edhe lidhjet. Ndërsa ne besimtarët i mbajmë për interes tjetër, që është dashuria për hir të Allahut, dhe ato vazhdojnë, këto lidhjet jenë funksionale në këtë botë, e vazhdojnë pastaj edhe në botën tjetër. Mirë, të dashur shikues të nderuar dëgjuese, ju që po përcjellni këtë transmetim, jemi drejt për së drejtë dhe mund të bëheni pjesë e këtij programi duke u inkuadruar me Z në +33 45 471 848. Në Viber mund të bëheni pjesë e këtij programi, po ashtu edhe me anë të mesazheve të dërguara tek rubrika Dërgo mesazh dhe tek rubrika ose tek numri i kontaktit në Viber mund të shkruani pyetjet tuaja. Një dëgjuese na pyet kështu, thotë selamu aleikum, deshta thotë në fakt një dëgjues mashkull. Deshta të ju pyes thotë sa i përket temës për të cilën folet më lart më herët dhe më lart të cekët që duhet kemi kujdes të mos bëhemi nervoz. Por thotë këtë shqetësim e kam në familjen time. Gruaja ime thotë elshon një fjalë, pas të cilës thotë unë acarohem dhe bëhem kogja me nerva dhe mandej nuk e kontrolloj vetveten. Shumë shkurt shkon thotë dhe unë kthehem dhe bëhem pishman.
por më vjen një natë thotë se s'po arrita maj veten në kontroll. A kishit pas mundësi të ma jepnit një këshill si të veprojnë në këtë rast? Po, ajo që du me pas parasysh është se nxitimi dhe veprimet me nxitim janë prej shejtanit. Ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el ajalatu min ash-shaytan. Pra nxitimi, ngutja në veprime pa maturat, pa kontrollura vjen prej shejtanit. Po të enni min Allah, ndërsa maturia vjen prej Allahut. Kështu që kur të vjen nervoza, puna e parë që bën thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hapi i parë. I dyti dije, do të thonë se ky shejtani po do me lujt me ty, nëse nuk të largohet, ngrihesh edhe me rabdes, bile me mujt pak me ujë më të freskët, freskohet dal nga dal. Nëse të kalon mirë, nëse të kalon atëherë fali 2 rekate dal nga dal, bën dua, bën lutje, që Allahu të ruaj nga të këqijat dhe keqbërësit, që të ruaj nga të këqijat e djallës, shejtanit mallkuar, edhe besoj, shpresoj që kime kalue. Po ashtu një prej këshillave është për me largu nervozën, për mos më u bë i kompleksum, i ngarkum, për shkak se gruaja ka lëshu një fjale apo e ka ngrit zonin, çka sa më shumë dhikr, përmend Allahun, sepse me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, vëni re se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kështu thot Allahu te bareke ve taala, ju duhet pak punë më shumë, duhet punë me vetveten, po për këtë punë çka do të shpërbleni tek Allahu i madhruar dhe do të keni sjelljet krejt të tjera, po pas një pune sistematike, pas një pune intensive me veten. Një dëgjues po na pyet, na përshëndet me selamu aleikum, dhe aleikum selam, e ja kthejmë edhe ne, thot shumë vdekje po ndodhin për shkak të arrestit kardiak ose për shkak të infraktit që i themi. Dhe shumë, domethënë, po vdesin në moshë të reja për vdekjen domethënë e tyre. A ka thot ndonjë sebeb, ndonjë arsye ose ndonjë shkak që e shpjegon edhe Islami këtë aspekt? Sa i përket vdekjeve të shumta, kjo është thuj se normalitet, se vdekjet nuk janë veç tash, po vdekjet gjithmonë kanë qenë. Pastaj asaj pjesës tjetër që thotë po vdesin shumë të ri, kjo është rregull që të ri vdesin çdo herë më shumë se sa të vjetër. Pse? Se numri të rive është më i madh se sa i të vjetërve, andaj nuk do të mos shqetësoj, jemi në kohën kur po afrohemi, ka fundi i botës, edhe pse sigurisht ka kohë që për me ardha ja kohë, por çka një prej shenjave të kiametit është edhe vrasjet e shumta, vdekjet e shumta e kështu me radhë. Kështu që njëri mu përkatit për veten e vet, mos shqetësu pse po ndodhin këto, shkaku i këtyre, shkaku i vdekjeve, janë lindjet, çdo njëri që lind edhe ka me vdek. Sakt. Një telefonat kemi në këto momente. Selamu alaikum, mirë se erdhët. Selamu alaikum, nëse po më dëgjani. Selamu alaikum edhe njerë. Të pak të ne këtu në studio nuk kemi zë prej telefonuesit apo telefonuesës. Okej. Riprovojmë sërish, ndërkohë paraderi sa të kemi stabilitet me linjen telefonike dhe me zërin këtu në studio, ndoshta do marrim pyetje të tjera të cilat na kanë arritur në studio. Selamu alaikum, hoj i nderuar. Aleikum selam dhe selamu alaikum të edhe për juve në studio. Faleminderit, aleikum selam. Deshta do ju pyesat në këto periudhë tash që fillon nxehja e kohës edhe temperaturat rriten pak më shumë. E kemi një problem të cilin po e vujmë ndoshta çdo vit, por si shqetësim po e ngrej edhe sonte për me marrë një këshill nga hoxha. Thotë tash më fillojnë gjinia femrore që veshjet e tyre t'i kenë kogja provokuese. Si t'ja bëjmë hallin, a ka mundësi që edhe nëpërmes emisionit tuaj të kalojmë një këshill me të cilën këshill t'i këshillojmë ato që veshen në mënyrë provokuese, të paktën të
të paktën atyre të ndikojnë ndoshta në veprimet e tyre që i bëjnë në jetën e përditshme. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket sezonës së verës, është një sezon e begatshme, sezon shumë e mirë. Sezon e cila i ngjall jetat e krijesave, jo vetëm të njerëzve, po ngjallet edhe bota bimore, e bota shtazore, edhe i ka të begatit mirësitë e veta, i ka vera, pa fije dyshimi. Pastaj është edhe kohë e pushimeve verore, ku njerëzit pas një pune të madhe që kanë bo për 10-11 muaj, pastaj kanë pushime, dikush i ka në korrike, dikush i ka në gusht, edhe atëherë është edhe kulmi i nxehtësisë, pra në muajin korrike dhe gusht, është kulmi i temperaturave të larta, ajo që karakterizon këtë popull dhe të reja të këtij populli është që vrehet kogja në mas të madhe zhveshja apo lakuritësia, po kjo nuk është diçka e re, kjo veç me vitet e tëra apo na përcjell. Shikuesi po thotë me dhoni këshill për ato motat që lakuriqohen apo zhvishen. Unë nuk besoj që ato e dëgjojnë mas pare emisionin. Kanë disa emisione ma të rëndësishme në thonjza, se sa këtë emision, kështu që unë ty po të avon një këshill, ty vëlla nderuar që ke po pyetjen, edhe atyre që po në dëgjojnë, që na me ruaj shikimin, edhe ato me ruaj shikimin. Se Allah s'ka thonë vetëm për burrat ruajnë shikimin. Se shumë kush mendon që veç burrat e kanë obligim, gratë po edhe gratë shikojnë. Edhe burrat shikojnë haram, edhe gratë shikojnë haram. Edhe burri mëret me lakmun haram, edhe gruaja mëret me lakmun haram, aty njëjtë është ajo. Pra ata Allah thot besimtarëve që t'i ulin shikimet, pastaj thot edhe besimtarëve që t'i ulin shikimet. Pra të dy palëve, jo vetëm një gjini, të dy gjini duhet me ul shikimin, edhe është kjo një sprovë, çka që sprovohemi edhe shpërblehemi nëse e kalojmë sprovën. Pse? Sprovohemi çka? Perujna shikimin pe haramit as perujna. Sprovohemi apo joshemi mas epshit, apo çka epshi po prangoset një farforme edhe na po e menaxhojmë po udhëheqim atë. Andaj çdo motër besimtare muslimane duhet ta ketë parasysh ta ruan veten e vet, ta ruan trupin e saj prej ekspozimit, përveç se ndaj atyre që janë më të afërmit e saj, edhe aty ka rregulla të cilave duhet jo përmbahen. Dhe duhet me kuptu se çdo njëri që përhap një të mirë ka me pas shpërblimin, edhe çdo njëri që përhap një të keqe ka me pas kondënimin, edhe as që dyshojmë në atë. Andaj të bëhemi prej atyre që promovojmë, përhapim të mirën, e publikojmë atë, manifestojmë atë haptas, dhe të largohemi prej atyre që promovojnë të keqen, sepse në vitet e fundit të këqija dhe keqbërësit janë shtu në numër të madh, andaj nuk themi tjetër, nuk janë komi dikuj tjetër përveç Allahu Teala, që ta udhëzon këtë popull në përgjithësi, e rinin të rritë dhe të rejet nga ky popull në veçanti. Po provojmë edhe një herë me një linje telefonike me shpresë që do të dëgjohemi. Selamu alejkum. Jo, s'kemi audio në studio, po se s'po e dëgjojmë të paktën ne. Mirë. Mirë mbrëma për ty moderator dhe për hoxhën, deshta të ju pyes për festën e Kurban Bayramit. Paraprakisht e kemi haxhin. A ka diçka të veçantë që ne që nuk kemi arritë të shkojmë në haxh e që do të duhet ta bënim duke qenë në vendet tona kudo që jemi, edhe pse dëshira thotë jonë e ime edhe thotë e familjes ime është që të shkojmë në haxh, por akoma nuk po na bëhet mundësia. Se përket pyetjes haxhit edhe për mundësitë e shkumës në haxh, përgjigja kishme qenë kështu që çdo njeri le të përkatitet edhe ta bën jetën me zemër për me shku në haxh. Kur vijnë kushtet, kur e cakton Zoti, ajo është në dorë të Zotit. Ka plot njerëz që janë të pasur, se kanë pas jetën me shku në haxh, kanë vdekë me kry haxhin, e ka edhe njerëz që kanë
një stabilitet mesatar, apo kushtet i kanë mesatare, e disa janë nën mesataren edhe kanë shku në haqë. Qysh ka mundësi? Ai që i ka kushtet nën mesatare me shku në haqë, e ai që i ka kushtet mira mos me shku në haqë. Përgjigja është se haqën e kryin ata që duan haqën, jo ata që kanë pare. Kishë me dikush e këta që s'kan pare, që kryin, pa i s'janë më rezoti pare. E ti që ka njëri shemull i ka 70 vjetë edhe e qënë dikush. Edhe bile ka raste që ai që me quj donatori, ai ba mirë si mbetet anonim, së da sa i ditë se din kush, ja ka kry haqin, ose të qënë dikush numre. Plot raste shumë në rrjetet sociale, e qënë një student, e qënë një djallë, e qënë një ato, e qënë një këto, një vjetër, kuta dhjone. Kështu që diçka të veçantë tash nuk e di se nuk i ka specifiku çka po do me thonë. Të veçantë i vazhdan me adhurimin e Zotit tanë. Zoti e din që ti njetin e ki për haqë, nuk të ka mundësue, ti vazhdan, fal namazin, bën doa, nëse ki kushtet kur vjen 10 që i pari mujt dhul-hijgje, që është mujt tjetër, së tash të jenë në mujt dhul-qa'de, që është mujt 11, pas të vjen mujt 12, atëherë shtoj i badetin, agjeron ato dit, bën doa sa më shumë lutje, po nuk mënesh ato dit krejt me agjeru atëherë, disa prej tyne, po s'monesh heq, atëherë bilet ditën e 9, dita Arafatit, që është dita me mirë, edhe nëse ki kushtet, edhe nuk do ku me ditë sa me pas pasuri, po pasuria jote për shembull është mbi 200 euro, që mënesh me bleni kurban, atëherë e thera dhe kurbanin për hir të Allahut te bareke ve taala, ata atje e kryin haxhin, na këtu bojmë adhurime të tjera, edhe therëm kurbanin, edhe lusim Allah me na mundsu edhe neve që në vitet në vije me shku në haqë, edhe nuk di ndonjë që e ka lutë Zotin sinqerisht, edhe ka qenë i sinqert në lutjen e tij, e që ka vdek pa e kry haqën. Unë nuk di, ndoshta edhe ka, po nuk di të paktën sidomos këto 20-30 vitet e fundit, apo këto 20 vitet e fundit, krejtët njerëzit që apo i shoh që po kanë dëshirë me shku në haqë interesant, po e bojnë jetin me zemër, po fillojnë përkatitjet, po i bojnë sebepet, edhe s'po shkon 2-3 vitëshe edhe çka, po e kryjnë haqën. Pra me rëndësi është ti me rregullue këta që ki brenda në zemër. Edhe Zoti ka me ta mundësu pastaj edhe këtë anën tjetër, këtë anën teknike, këtë anën e udhëtimit, edhe nuk ka diçka vështërsi për Allahun te bareke ve taala. Plus 33 45 471 848 është numri i kontaktit miq të dashur, të nderuar shikues e dëgjues të Radio Televizionit Pendimi, ku ju mund të telefononi njëkohësisht edhe të vini me anë të pyetjeve me shkrim, të na drejtoheni në këtë program të sotëm, me anë të mesazheve të dërguara, po ashtu edhe tek rubrika dërgo mesazh. Ne do të vazhdojmë edhe me një pyetje të radhës, për momentin është e fundit që ka arritur. Selamu alaikum, thot për juve dhe hoxhën, alaikum selam. Allahu ju shpërbleft thot për këshillat dhe kontributin që po jepni sonte në program dhe në programet e kaluara. Ju dëgjoj me vëmendje dhe ju përcjell me ëndje në çdo emision. Nëse më ik drejt për së drejti, përpiqem që ta gjej në rrjetet sociale, por pa e dëgjuar nuk më ka ik asnjë emision deri më tani. Po e bëm bile si Mishaka, po thot janë ndru moderator, thot po unë si shikues nuk jam ndru. Alhamdulillah. Thot deshta thot vetëm të ju komplimentoj juve i dashur hoxh thot për këshillat që i jep për shikuesit e Radio Televizionit Pendimi. Dhe thot një pyetje thot sa për respekt do ta kisha si po ja dilni thot me angazhimet e juaja, duke pas parasysh që keni shumë angazhime dhe ju gjejmë në shumë vende duke dhënë kontributin tuaj si hoxh. Pyetje e këndshme. Allah i shpërbleft sa i përket asaj pyetjes, asaj pjesës së parë, të falënderimit, të komplimenteve, ndërsa sa i përket pyetjes së dytë, ku pe gjena që bëjmë në shumë i angazhuar, nuk jam shumë i angazhuar. Përkundrazi kemi shumë kohë, po nuk jemi të shfrytzuar kohën, as nuk jemi prej atyre që jemi të shfrytzuar çast shumë kohën, po ndoshta njëri sa do pak me punua dikujt i duket shumë se përndryshe nuk jam një prej atyre që punoj shumë,
apo që jem të dhonë kontribut shumë të madhë, me mujtë me arrit qatë mesin, atë mesataren mirë kish me qenë, kështu që kemi ko bëllë, bile, atë shumë kemi ko që mujna me bo punë shumë atë maja, po nuk kemi duke bo, po inshallah Zotin na drejton, inshallah Zotin na udhëzon edhe na e përmirëson gjendjen. Andaj, lësë Allahun Teala që çdo njani që përpiqet, mundohet të ndihmoj proceset e mira në një popull, në një vend, një shoqëri, Allahu t'ja lehtëson ato procese apo ato projekte me që përpara, ndërsa lësë Allahun Teala që na shton vullnetin, dëshiren për punë të mira, edhe për me përhap fjalën e Allahut te bareke wa taala, sepse nuk ka mision më të mirë se sa misioni i thirrjes së njerëzve në rrugën e Allahut të madhruar. Ky është misioni i pejgamberëve, të gjithë pejgamberët, pa asnjë dallim, prej të parit tek i fundit, të gjithë kanë thirrë në rrugën e Allahut te bareke wa taala. Inshallah dhe na diçka mundohemi me bë këtë drejtim, përndryshe s'po e them nga modestia, po e them me bindje, me sinqeritet se jena tuk e bërë shumë pak, sepse kena mundësi me bërë shumë ma shumë, po inshallah Zoti na udhëzon edhe inshallah Zoti na e lehtëson. Amin. Ja. Mirë, një pyetje që sapo arriti tash në studio dhe po besoj që është e fundit për këtë program, për deri më tani është fjala gjithmonë. Thot Selamu alaikum, ty dhe hoxhës, aleikum selam. Të shtatoj ju pyes thot për prindin tim të vdekur. Unë po kundërshtoj thot në familjen time që t'i vëm gurin në formë përmendore edhe në formë dekorative që po dojnë disa prej anëtarëve të familjes, sepse po kanë dëshirë të gjithë të kontribuojnë për vendosjen e gurit. Por thot, nuk është që po më hec fjala, edhe po dua thot që thjesht të jetë një diçka simbolike ashtu siç na mëson edhe në Islami, e jo të bëhet ndërtesë mbi të, e ka shkruar. A mund të na jepni një këshill që të paktën këtë pjesë video të ja kaloj edhe familjarëve të mi që ta shohin se nuk bën të bëjnë ashtu siç po duan. Bismillahirrahmanirrahim, sa përket të vdekurve tanë, ata që kanë vdekur si besimtar musliman, gjoja e parë që duhet me bë është të lutemi për ta. Allahu te bareke ve taala drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thonë Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Kërkoj falje Zotit për veten tënde, edhe për besimtarët, edhe për besimtarët. Kështu që nëse prindërit tanë kanë vdekur si besimtar, edhe këtu të na sidomos Kosovë alhamdulillah me përqindje të madhe apo pjesa dërmuese vdesin si besimtar musliman, atëherë çka të gjallët punën më të mirë që mund ta bëjnë për të vdekurit, në veçanti fëmijët për prindët e tyre është me bo lutje, me lutë Allahun e madhruar që prindin ta mëshiron me mëshirën e tij të pakufishme, me lutë Allah me thonë, o Allah, mëshiroje babën tem, o Allah, mëshiroje nanën time, o Allah, fale babën tem, o Allah, fale nanën, nëse janë të dy të vdekur, o Allah, mëshiroj prindët e mi, o Allah, fali prindët e mi, o Allah, forcoj në jetën e varrit, atje duke qenë për varre, forcoj me fjalën e lartë që i forcon besimtarët me fjalën la ilaha illallah. O Allah, të lutem me emrat e tu të bukur dhe cilësitë e përkryera që varrin e prindëve të mi ta shëndrosh në kopsh për kopshtëve të xhenetit, e mos e bën varrin e ty në grope i gropave të zjarrit. O Allah, fali, o Allah, përmirësoje gjendjen e tyre, o Allah, gjendju afër kur tash i kemi lënë në dorën tënde dhe nuk ka kush për kujdesje. Këto do dhe të ngjajshme me këto i bën çdo njëri për prindët e vet të vdekur. Pastaj po du me bën një investimi ma kapital, ma kapital është mas doave çka me dhon sadaka. Investimi ma i gabuar, edhe i paqëlluar, edhe që nuk jep
kur farë gëzimi prindëve të vdekur është me bo betonimin e varreve, me bo ndërtim aty për mbi varre, me bo investime kapitale, e s'përfiton askush. Askush nuk përfiton. Absolutisht. Andaj, ku është vendos me bo investime, edhe me rregullu atje varrin, me bo aty betonimin e varret, me bo përmendore, me bo aty gjana të cilat nuk na kanë hije neve, unë e këshilloj që ato pare i merr edhe u shpërndan fukarave të varfërve, u shpërndan jetimve, u shpërndan të smurve, u shpërndan studentëve që janë duke studiuar në rrugën e Allahut, e kështu me radhë. Ajo është sadakaja më e mirë. Ajo është sadakaja më e mirë, ndërsa investimi më i gabuar edhe i paqëlluar është me shndru varret si në objekte të betonit apo si në objekte të përmendoreve aty, edhe mos me përfitue askush prej tyre. Lejohet tjetë një guri i vogël, po nëse ki frikë që po humb varri, shënohet, shkruhet emri dhe mbi emri i prindit apo i të dashurit, kanë e kia të vëllaun apo motrën, sa për me identifikue, për ndryshe do atë lutjet edhe pa shkruar te varri, arrin tek i vdekuri. Andaj jo veprime të cilat nuk përfitojnë të vdekurit e as nuk përfitojmë ne të gjallëve tyne. Por çka të bëjmë veprime që përfitojnë edhe të vdekurit prej tyne, përfitojmë edhe ne. Dhe ajo që mas miri duhet me bo, është ajo që në ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, në ka mësu se puna me mirë, prej se cilës përfitojnë të vdekurit, e para është doaja lutja, e dyta sadakaja, pastaj me bo të mira, që i themin gjuhën popullore me bo khajrat. Khajrat është shumë si i khajrit mirave, me bo mirësi të shumta, edhe me ua kushtue, me ua dedikue prindërve të vdekur. E losë Allahun Ta'ala që prindrit tonë t'i mëshiron edhe në jetën e varrit t'i forcon me fjalën la ilaha illallah, dhe losë Allahun Ta'ala që varret e prindrit tonë t'i bën kopsht pej kopshteve të xhenetit, e mos t'i bën grope i gropave të zjarrit, dhe losë Allahun e madhruar që të na bashkan me ta në xhenetet e tij, bashkim që pastaj nuk ka mundarje. Amin, ja Rabbi. Një tjetër pyetje, selamu alaikum, për juve dhe për hoxhën alaikum selam. Të është dhe ty pyes të unë falem ullur në karrik, thot tek tavolina e bukës, thot dhe duar t'i qes në tavolinën e bukës kur të falem, për kokën jo, do t'a ka në diçka të keqe nëse nuk e qes kokën. Nuk është veprim këj duhur, nuk është veprim i qëllun kështu. Veprimi i qëlluar është pa tavolin me u falë, ku do që t'jesh në karrik apo në krevet, dhe s'ka nevojë të me shku të tavolina fare, aty ku je veç për ulesh qështu, edhe këtë është në regull. S'ka nevojë kështu dorët me qitë, as s'ka nevojë me qitë kështu dorë në tavolin, nuk ka nevojë, absolutisht. Ti do me thonë ku do që t'jesh, ulesh edhe në ka kur farë argumenti që do të me marrë një tavolin qoftë e bukës, apo tavolin e ndejes, aty ku rrim gjatë ditës, në sallon apo dikon tjetër, apo tavolin e leximit e me qiturët, nuk ka është veprim që në ka mësuar feja islame. Pra, ku do që t'jesh aty, vetëm në mënyrë simbolike e bën atë rukun, apo edhe sejdë, se tash nuk me di këtë cilën s'po mundet me bo, apo edhe të dyjat, si do që tjetë, po nuk ka nevojë, se shëf disa shkojnë që esin një karriki, që esin turët, e munduan me qitë kokën, disa që esin një farë si shkambi ashtu, dikush veç i mund durë që shtu, mi tavolin, nuk ka nevojë, është ngarkesë kjo, letësoni gjanat ashtu që i ka letësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është me rëndësi është çka me fal namazin, tash a ki dëshirë me falë në kam, pas të të ka dëshirë në kam, me ranë rukuën sejdë, po më pa mundësi je i smur, apo ki ndë një pengesë, apo ki ndë një operim, gjatë asaj kohë derisa të përmirësohesh, derisa të marrësh veten, e bën namazin, edhe pse nuk mundesh me bën ndoshta rukun, ose dikush nuk mundet me bën sejdën, po tek Allahu çysh pranohet? Pranohet rukuja, sejdja, qëndrimi në kam çysh ke qenë në kohën kur ke qenë i shëndosh. E ke bën rregull, po është në rregull te Allahu. Kur far problemi nuk është.
Kjo ishte edhe pyetja e fundit që deri më tani ka arritur në studio i Ashton Hoxh. Unë të falenderoj shumë që edhe sonte u bëre pjesë e programit bashkë me ne. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe stafit të Radio Televizionit Pendimi, edhe të gjithë atyre besimtarë që deri në këto momente ishin me neve, deri në takimin e radhës javën tjetër në këtë kohë dhe në këtë medium të nderuar, qofshi në begatit dhe në mbrojtjen e Allahut të madhruar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Dashur shikues e miq të nderuar të Radio Televizionit Pendimi, edhe nga ana ime keni një përshëndetje të veçantë dhe falenderojm po ashtu për pjesëmarrjen dhe kohën tuaj që ndat bashkë me ne. Do të ritakohemi sërish së bashku me lejen e të Madhit Zot të dielën tjetër. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.